Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimet për 3 personat e arrestuar në lidhje me vendosjen e lëndës plasëse në një lokal në Kamës dhe gjobëvënien ndaj pronarit të tij, ngjarje që u hetua nga prokuroria si pjesë e një skeme shantazhi dhe presioni financiar. Jeton Lami, ish oficer i forcave operacionale, i cili ishte një prej të ndaluarve dhe u përfshi në hetime për rolin e tij të mundshëm në këtë ngjarje, është liruar nga gjykata, ndërkohë për 2 të arrestuarit e tjerë u caktuan masat e sigurisë. Florian Domi, arrest shtëpie, Flogert Mezhika, arrest me burg. Sipas hetimeve paraprake, grupi dyshohet se kishte vendosur një sasi tritoli në fasadën e jashtme të lokalit Perla e Detit, duke shkaktuar dëme materiale, me qëllim detyrimin e pronarit të paguante një shumë që pretendohet të ketë qenë rreth 500.000 euro. Ngjarja u konsiderua nga autoritetet si një formë presioni për të realizuar gjobëvënien, ndërkohë në kërkim vijon të jetë Ervis Lami, i cili sipas burimeve hetimore konsiderohet person i rëndësishëm për sqarimin e rolit të mundshëm në këtë ngjarje. Hetimet e prokurorisë po vazhdojnë për të zbuluar të gjitha lidhjet mes të dyshuarve dhe për të verifikuar pistat e përfshirjes së mundshme të konflikteve familjare, përfshirë edhe 2 kunetër të përmendur gjatë hetimit. Autoritetet pritet të kryejnë veprime të tjera hetimore për të dokumentuar plotësisht dinamikën e sulmit me tritol, periudhën e gjobëvënies dhe rolet e secilit në këtë ngjarje.